Mirëmëngjes nderuar teleshikues, jemi në kohë për të zgjuar këtu në News 24. Sot është ditë e martë, data shënon 28 korrik 2026, është dita 208 nga 365 të tilla. Dielli sot ka lindur në orën 5:31 minuta, ndërkohë që do të perëndojë në orën 20:03 minuta. Ne u tanisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vijuar më pas në pjesën e dytë dhe në pjesën e tretë me telefonata dhe në pjesën e katërt do të jemi me motin dhe trafikun. Fillimisht, si zakonisht, e nisim me gazetën Panorama. Presioni i Ramës, Malaj, frika e kryeministrit nga administrata që proteston, tregon dobësinë e pushtetit. Intervista, ish-ministri i Financave Arben Malaj e konsideron të papranueshëm sulmin e kryeministrit Edi Rama ndaj administratës publike, duke cilësuar atë një përpjekje për të zhvendosur përgjegjësinë nga dështimet e qeverisjes. Në një intervistë për gazetën Panorama, Malaj argumenton se problemi nuk qëndron tek administrata në vetvete, por të mënyra se si ajo është ndërtuar dhe drejtuar ndër vite nga vetë qeveria Rama. Intervistën e plot me ish-ministrin e Financave Arben Malaj e gjeni në faqen 5 të gazetës Panorama ditës sotme. Kryeartikulli i Panoramës, partneriteti me London School of Economics, Fabiola Isembelliu, Universiteti Luarasi, diplom 2 fisht me London School of Economics. Intervista, presidentja e universitetit, LSE zgjodhi Luarasin, sot studentët tanë studiojnë me të njëjtat standarde si në Londër. Intervistën e plot e gjeni në faqet 12 dhe 13 gazetës Panorama ditës sotme. Tituj të tjerë, fatin e Ramës e vendos populli, protestuesit denoncojnë kërcënimet. Vija e kuqe u kalua. Protesta para kuvendit, policia dhun mbi qytetarët, arrestimet. Në faqet 2 dhe 3, materiali i plot. Dosja korrupsion, pastrim parashe, tendera, SPAK zgjat hetimet për Ballukun. Përndjekurit trashëgimtarët që kanë gati këstin e parë, përfituesit në faqen 22. Legjenda e herojit, mali që ndryshoi emër për një luftëtar, si lindi Maja e Shkodranit. Një material mjaft interesant në faqet 14 dhe 15. Reprezalje e frikshme, duhet ndalur, sfida që Erifili Bexhani bëri komunizmit, Burgosja, letra e avokates për Hysni Kapon. Shohim dhe hapësirën opinion. Shkëlzen Hasanaj, Shqipëria përballë paradoksit demografik. Dhe Rafael Floqi, reforma territoriale. Në faqen 19, materiali i plot. Tituj të tjerë në brendësi të gazetës Panorama, në faqet 12 dhe 13 gjeni hapat e aplikimit ndërkohë dhe regjistrimit në portalin U-Albania për në Universitetin Luarasi dhe se si duhet të vazhdoni mëtej. Ndërkohë, gjithashtu janë paraqitura dhe kriteret e përgjithshme të pranimit për gjitha programet. Në faqen 14, humbi jetën në moshën 21 vjeçare, historia e Arjan Brahimit, luftarit nga Shkodra, që dha jetën për lirinë e Kosovës. Në nder të tij, sot, në Rahovec, është emërtuar Maja e Shkodranit. Në Rahovec, në kafene, në dasma e në morte, do të flitet patjetër edhe për Majën e Shkodranit, edhe kur shporta e tregimeve është shkundur, dikush do të thotë diçka të re. Motivi që shtrohet në bisedë mundet mos i ketë ngjarë fare Arjan Brahimit tek vendi që hyri në histori, si Maja e Shkodranit. Nën Havaja nuk gjeti asnjë gjurmë të të birit, drama që krijoi legjendën e Majës Shkodranit, kur skulptorët thanë se nuk dhendet madhështia e Arjanit. Materiali i plot në faqet 14 dhe 15.
Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe shqiptare, Gazeta Panorama, e gjeni në çdo pikë shitje të gazetave në vend. Ndërkohë do të vijmë tani me një tjetër gazetë përditshme, është radha e gazetës Sot. Shohim titujt kryesor të saj për këtë të martë. Kush do të vi pas Ramës? Grido Roi zbulon skenarin e largimit kryeministrit. Nga 4 dosjet që e mbajnë peng te plani për ripërzierjen e pushtetit dhe roli i hjenave të sheshit në lojën e elitës së fshetë të Tiranës. Në faqen 5, materiali i plot. Rishkruhet harta vendore e Shqipërisë, Rama nis lëvizjen për shkrirjen e bashkive, takon në Selinë Roz, drejtuesit politik, jetë çfarë parashikon në reforma territoriale 2.0. Shqipërisë nuk janë hapur negociatat me BE-n, si mashtroi Rama qytetarët, ja manovra që bëri me komisioneren e zjerimit Marta Kos, që anashkaloi kapitullin e bllokuar të drejtësisë. Shtrëngohet dara për Belinda Ballukun, SPAK thellon hetimet për pronat e saj në emër të prestanomeve të implikuar oligark dhe biznesmen. Ja si zbërthimi i telefonave dhe kompjuterave, pritet të zbulojë të tjera të dhëna tronditëse. Në faqen 2, materiali i plot. Tronditet mazhoranca, Rama në alarmin e tradhtisë brenda qeverisë. 3 ministra dyshohet se financojnë protestën kundër tij. Del në skenë edhe zyrtarja e lartë e PS-s që po bën pazare në Rrogos me opozitën kundër kryeministrit. Skem korrupsioni e ngjashme me aferën e Unazës. Kozeli Arrëshës shpall fituese kompaninë me letra false në tenderin 12 milion euro të mirëmbajtjes. Shifrat e grabitjes në 2013, shqiptarët paguanin 3 miliard taksa për 2.8 milion banor. Sot paguajnë 9 miliard me 2.4 milion banor. Në faqen 9 gjeni materialin e plot. Titujt të tjerë, si po ja hedhin pushtetarët përmes gjykimit të shkurtuar, peshat e rëndat politikës me taktika zvarritje të gjyqeve, nga Ilir Meta, Sali Berisha, deri te Ilir Beqaj dhe Fatmir Mediu. Tensione në kuvend, Partia Demokratike bllokon foltoren, kalon me procedurë të përshpejtuar huaja 3.2 milion dollar nga SBA për pajisje ushtarake. Marrëveshja miratohet me 74 vota. Debatet forta mes mazhorancës dhe opozitës, Shehaj shkakton incident. Yzeir Llanaj, polifonia shqiptare po vlerësohet nga bota, por kërkon më shumë mbështetje nga institucionet në vendin ton. Arben Milori, botrori i fundit, na tregoi se vendet po investojnë në akademit dhe filozofinë e tyre. Shqipëria duhet mendoj për të rinjtë e saj. Marrëveshja ushtarake me SBA-n, investim në sigurinë kombëtare, nga Bujar Leskaj. Komenda analizë nga Minella Aleksi, nga prezumimi te fermentimi. Rajon dhe bot. Vučići përgatit lëvizjen vendimtare për të mbajtur pushtetin. Serbia futet në ethet e zgjedhjeve. Shtohen frikrat për dhunë dhe përplasjet forta politike. Sot Donald Trump përballë 2 udhëheqësve të luftës, Netanyahu dhe Zelenski, kërkojnë më shumë angazhim amerikan, çfarë fshihet pas takimeve në Shtëpinë e Bardhë. Lëviz diplomacia mes SBA-s dhe Iranit, negociatat drejt rifillimit pas 2 javësh për shkallëzimi, Trump mban gati edhe opsionin ushtarak. Lëvizje që trondit ekuilibrat në gjirin persik, Kuvajti zyrtarizon paktin ushtarak me Pakistanin, hape negociatat për trupa dhe mbrojtja ajrore mes krizës me Iranin. Në faqen 15. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Sot për ditën e sotme. Ne do të vijojmë tani me një tjetër gazet, këtë herë një gazet që është me një periodicitet 2 herë në muaj, Mbretëresha e Shëndetit. Shohim titujt kryesor të saj.
Këmba diabetike. Diabeti prek kryesisht edhe gjymtyrët e poshtëm për shkak të dëmtimeve të nervave dhe qarkullimit të dobët të gjakut. Ajo mund të çojë në ulçera, infeksione të rënda dhe në rastet avancuara gangren apo amputim nëse nuk trajtohet në kohë. Në Shqipëri, këmba diabetike është një nga ndërlikimet serioze më të shpeshta të diabetit, që prek mijëra pacient çdo vit për shkak të kontrollit pamjaftueshëm të glukozës. Mungesa e kujdesit të përditshëm dhe vizitave të rregullta te mjeku shpesh çon në ulçera dhe infeksione që kërkojnë trajtim të gjatë. Përmirësimi i edukimit shëndetësor dhe parandalimit është i domosdoshëm për të ulur rastet e amputimeve dhe për të rritur cilësinë e jetesës. Kryeartikull, profesor doktor Artur Skëndo, koliti dhe dieta që ndihmon nga shkenca mjekësore tek kurat popullore. Doktor Behar Sina, mikrobioma e zorrëve, organi i padukshëm që ndikon në të gjithë organizmin. Doktor Hysni Dankshi, mrekullia e një bime që shëron deri në 10 sëmundje. Dhimbje koke, receta e rekomanduar nga mjekët për gjatë vapës. Studim, zemra shtypet për të pompuar 2 deri në 4 herë më shumë gjak çdo minutë në ditët shumë të nxehta. Doktoresh Irena Gjuzi, sindroma e lodhjes kronike, sëmundje e heshtur që prek gjithnjë më shumë njerëz. Dhimbjet neuropatike, nervat dërgojnë sinjale dhimbjeje edhe pa një dëmtim të dukshëm. Disfunksioni erektil të meshkujt, alarm shëndetësor që kërkon ndërgjegjësim. Kurat popullore dhe këshilla për parandalimin dhe kurimin e sëmundjeve më të shpeshta. Doktor Dritan Lami, zemra dhe ente gjakut, betejë e përditshme për një qarkullim të shëndetshëm. Këto ishin titujt kryesor nga Mbretëresha e Shëndetit për këto 2 javë, gjatë muajit gusht, Mbretëresha e Shëndetit do të jetë pushim. Ndërkohë ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë këtë herë të përditshme, është radha e përditshmes më të madhe sportive në vend, Panorama Sport, shohim titujt kryesor të saj për këtë të martë. Bratu zbulon Partizanin. Ky është vetëm fillimi. Trajneri i të kuqëve flet pas ndeshjes fituar me Skënderbeun në Pogradec. Tifozët duan diçka speciale dhe ne po punojmë për ta. Chelsea ynë. Dhe i plot argumenti vijon në faqen 8. Kryeartikulli i Panorama Sport, në Sloveni, misioni evropian. Egnatia kërkon një tjetër mrekulli. Kampionët luftojnë për turin e 3 të Championship përballë Kanceljen. Sot në orën 20:15 takimi i kthimit ndeshja e parë ka përfunduar me rezultatin 3-3. Detajet se çfarë po ndodh në kampin në Rogozhina si gjeni në faqet 2 dhe 3 të gazetës Panorama Sport të ditës së sotme. Dursakët Teuta blen Kuklecin për 136.000 euro. Faza Tirana, 2 teste ndaj Ikdyr dhe Eyüpsporit. Shkodranët vllaznisi iku truri Martini do fantazi. Qefalia, të ndërtuar për trofe, kemi besim të shokët. Mes fushuri Dinamos analizon e curinë e bluve në ligën e konferencës. Bardhi ka investuar për të fituar. Intervistën e Klevi Qefaliajt me Panorama Sport e gjeni në faqen 4. Verde blut, Elbasani 3 vite pa humbje në debutim. Titujt të tjerë, Kylian Mbappé, botrori më dhemb ende në shpirt. Seria A, nga Leao te Lukaku, yjet ende në udhkryq. Juventusi 18 fushor, pikpyetje dhe merkato e bllokuar.
Mercato, Liverpool bind Barcolan, por Paris Saint-Germain do 170 milion. Reali, Mourinho i ri, por me zakone të vjetra. Në faqen 18. Shojmë dhe në brëndësi, disa tituj të tjerë nga gazeta me madhe sportive. Allegri, Hojlundi duhet të stërvitet, De Bruyne s'ka nevoj për vlerësime. Trajneri Napoli flet për ekipin nga grumbullimi. Fjale edhe për 2 belgët e skuadrës së tij. Juventus i siguron Bolongon në poshtë i konkurencën e Interit. Sulmuesi shtatlar zvicerian vjen nga Lozana. Yjet e sulmit ende në kërkim të kthesës. Në Australi, Milani do të zhvillojë edhe derbin ndaj Interit. Kërkon kampin kuqezi frymarrje për Gilan, asnjë dëmtim. Lazio 6 gola në testin miqësor Gattuso. Na mungon ende diçka. Maldini dorëzon dorëheqje në zyrat e Federatës Italiane, ministri i sporteve. Nuk e dinim rastin e Pirlos. Aventura në krye të skuadrës ka zgjatur 16 ditë. Inter Stones ka marrëveshje, 32 vjeçari gati të nënshkruaj. Anglezi do të përfitoj 4 milion të milanezët. Zikaltrit në kërkim të kolaudimit të Prapavijës, mbrojtja kanë tjerë eksperimentesh nga Kivu. Pas largimit Pirlo, dashuria për Italin nuk varet nga një detyrë. Këto dhe shumë tituj të tjerë i gjeni në brëndësit gazetës më të madhe sportive në vend, Panorama Sport, cilën e gjeni në çdo pikë shitjet gazetave në Shqipëri. Ndërkohë, tani do t'i rikthemi edhe njëherë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Presioni i Ramës, Malaj, frika e kryeministrit nga administrata që proteston, tregon dobësinë e pushtetit. Intervista, ish ministri i financave Arben Malaj e konsideron të papranueshëm sulmin e kryeministrit Edi Rama ndaj administratës publike, duke cilësuar atë një përpjekje për të zhvendosur përgjegjësinë nga dështimet e qeverisë. Në një intervistë për gazetën Panorama, Malaj argumenton se problemi nuk qëndron tek administrata në vetvete, por të mënyra se si ajo është ndërtuar dhe drejtuar ndër vite nga vetë qeveria Rama. Faqen 5, materiali i plot. Krye artikulli i Panoramës, partneriteti me LSN, Fabiola Ysembelliu, Universiteti Luar Rasi, diplom të dyfisht me London School of Economics. Intervista, presidentja e universitetit, LSE zgjodhi Luar Rasin. Sot, studentët tanë studiojnë me të njëjtat standarde si në Londër. Detajet e aplikimit, kushtet dhe intervistën e plot e gjeni në faqet 12 dhe 13. Tituj të tjerë. Fatin e Ramës e vendos populli, protestuesit denoncojnë kërcënimet, vija e kuqe u kalua. Protesta para kuvendit, policia dhunë mbi qytetarët, arrestimet në faqet 2 dhe 3, gjeni detajet. Dosja, korupcion, pastrim parashe, tendera, SPAK zgjatëtimet për Ballukun. Të përndjekurit trashëgimtarët që kanë gati këstin e parë përfituesit. Për gjithë ata që janë pritje, një pjesë të listës e gjeni në faqen 22 gazetës Panorama të ditës së sotme. Legjenda e heroit Mali që ndryshoi emër për një luftëtar, si lindi Maja e Shkodranit. Letra e avokates për Hysni Kapon. Reprezalje e frikshme, duhet ndalur, sfida që Erifili Bexhani i bëri komunizmit. Burgosja, në faqet 16 dhe 17. Shohim dhe hapësirën opinion, Shqipëria përballë paradoksit demografik, shkruan Shkëlzen Hasanaj, dhe reforma territoriale nga Rafael Floqi, në faqen
19. Ky ishte opinioni i fundit, njëkohësisht dhe titulli i fundit nga Gazeta Panorama për ditën e sotme. Gazetën më të madhe shqiptare e gjeni në çdo pikë shitjet gazetave në vend. Ne me Gazetën Panorama japim fund këtu shtypit ditës për ditën e sotme. Do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish pas pak me telefonatën në studio. Publicitet. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e dytë në hapësirën e telefonatave. Mirëmëngjes për gjithë ata që na bashkohen në këto momente. Gjithashtu mirëmëngjes telefonata e parë për ditën e sotme e martë, 28 korrik 2026. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po, përshëndetje. Përshëndetje zotri. Tani, përsa i përket se tema ditës tani u bë kjo protesta e gjatë. Tani në ka dalë që Rama kërkon besë. E çuditshme. Kujt i kërkon besë kë? Kërmëshirave, qelbësirave, kuj bori sola, kuj bori korma. Me që të kërkon besë? Kuj që delenisi në këtë drejtëze, kuj politikan që ta bon të besin të ne kopilin pre. Kuj është e dilemë. Sa besë e kërkon? Një kjo, gjitha për protestën. Tani me vezë nuk i ditet, nuk mundet të dira ma me vezë. Si pas me ditim që ofre gabu, po protesta duhet përshëzohet. Në dy fronte. Në dy fronte kam pasysh që ta kushin bërë në dhe opozitën. Opozita e pranon protest. Për dheri sa e pranon, atëre të përshkallëzohet. Kur do paqe, bëj paqe, protest paqësore. Kur do ta shpresohet në linjën e kundërt, ta shpresohet në linjën e kundërt. Ku shpitoj paqe apo lufta, Rama do të rëzuar me çdo kush. Pa ta vëmë si lufta dytë motorore. Në luftën e dytë motorore u bashku Çuçive dhe Roosevelti. Një po ishin dy diktatorë të egër, Stalini dhe Hitleri. Këta çfarë bënë? Zgjodhën Stalinin. Pra i shtridorën Stalinin, por punë Hitleri. Edhe ja rritën qëllimin. Pra këtë do të mendoj edhe flamingovat që quhen kështu, revolucioni flamingove që quhet, në gjuhën kështu. Do më thënë, këta duhet ta fusin opozitën brenda. Pra opozitën duhet ta pranojnë. Për drejta opozita i pranon ata. Tani, zotri, nuk është se opozita i pranon ata, se ata pranojnë nga të gjithë, ata janë aty, janë faktori pa mohueshëm. Puna është që... Pikërisht, nëse ata e kanë kusht që politika 36 vjeçare të largohet, sikur të shkon, por aty kanë qenë gjithë përfshirës në kuptimin që demokratët patjetër që janë pjesë, siç janë edhe socialistët, e zhgënjur, siç janë edhe militantë e partive tjera. Për sa kohë nuk ka drejtues dhe nuk janë lejuar drejtuesit që të flasin në foltore, kjo ka qenë vetëm ndalesë që është bërë gjithë qytetarëve. Pastaj që aty ka në të gjitha krahët, nga të gjitha llojet e partive, nga të gjitha bindjet politike. Kështu që besoj se është pranuar, çfarë pranimi do më, si duhet pranuar tjetër. Se këta kanë ndërmarrë nismën që do bëjnë një kuvend kombëtar. Jo, kuvendi kombëtar është tjetër gjë pastaj. Jo, aty do dalë pastaj kush do jetë lideri, kush do jetë... Kuvendi është një iniciativë tjetër, që nuk ka lidhje me protestën drejt për drejt. Urdhë? Kështu do jetë, ka i kuvend në barë kombëtar, që këta mund të pranojnë delegat, kush do. Jo, protesta është tjetër gjë, kuvendi është tjetër gjë, kuvendi është iniciativë tjetër, zotri, mos i ngatroj gjërat. Dakor, po, edhe kështu tani, protestat gjatë të merë pa fund, e dira ma doj fundova, Shqipo me ditë të rëqë fjalla, kjo e ka mushur kupën. Edhe duhet, jo ditët në mëroj, a i rrinë bitën pushet, ditët në mëroj, rrinë bitën pushet. Mirë, në regu zotri, unë them, ta mbyllim, faleminderit për telefonatën, gjithë mirët, presimi tjetër telefonat, mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zotri. Jam Zonjë. Më falë, Zonjë, urdhëro.
Përshëndetje, zonjë. Përshëndetje, po si flet një tjetër atje. Jo, zonjë, jeni drejt për drejt. Jemi bashkë, po komunikojmë bashkë, vetëm këtu dhe më na dëgjon nga telefoni. Faleminderit. Urdhro. Kam 2 muaj që përpiqem si po të kap telefonin dhe I harrova dhe ato që do ja thoshja. Megjithatë, është për protestën. Po. Ta ritarët që I bëjnë sorra, korpa dhe budallënj janë ata histori dhe ai populli shqiptar që luftoi për luftën antifashiste, pluri ato kofuqe që zuan ata. U kapardisën për drejtuan Shqipërinë, sa I vranë vetë, I vrau lufta, ku ajo bë strikë, diktatura, në 90-ën dollën prapë studentët, dollë rinia, prapë e një të gjë. Luftuan, dollën, morën nuk kanë nga vajtën, nisën morën rrugët e botës, në vetën këtu, zunë prapë ata kërkuqet, vozën, Asi ishte 3 herë, për të 3-ën herë nuk besoj që të dinjehet populli shqiptar. Dhe të mos thonë budallënj dhe sorra dhe korba. Të budallënj, sorra dhe korba nuk janë. Të shturët dhe gjëma nga zoti që sillen kështu. Dhe ata që mbështetën e Dinamën dhe I thonë e ka mirë, e ka kështu, janë kriminella ja I vetë. E mbështetën se hanë. Janë edhe ata patronazhistat, janë pajtutët e Shqipërisë, janë trastajtë e Shqipërisë, megjithatë, I zoti është I madh, I zoti e bekos Shqipërinë, I zoti e bekos popullin shqiptar dhe protestistat. Atë lumt goja, zonjë. Faleminderit për telefonatën, presim I tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje, zotëri. Të lutem na dëgjoj vetëm nga telefoni, se interferon nga televizori, nuk merremi vesh. Vonojmë. A që foli edhe pa... I përshëndes ata të protestuesit. Bravo I qoftë. Edhe juve si stacion televiziv, jeni të mrekullueshëm. Jeni pasqyra e popullit shqiptar. Faleminderit, zotëri. Ju përshëndes të gjithëve. Faleminderit shumë. Vetëm për të na përshëndetur more, kaq kishe. Kaq. Faleminderit shumë. Përshëndesim dhe ne gjithë mirë, zotëri. Presim I tjetër telefonat në studio. Kujtojmë që edhe në pjesën e 3 do të jemi sërish me telefonata për t'i lënë hapësirë qytetarëve që të komunikojnë me ne. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri, urdhro. Dua që ju falenderoj të gjithë gazetarët pa përjashtim, jeni televizioni më I mirë më sot për sot në Shqipëri. Faleminderit shumë. Bravo ju qoftë, sinqerisht vetëm ato protestat, të gjitha televizioni kam kontrolluar, gjitha kanal, pak I japin nga protesta, ju që kur fillon e deri kur mbaroj protesta, jeni I vetmi televizion. Faleminderit shumë, zotëri. Edhe suksesin punën tuaj. Faleminderit. Gjithë mirë dhe juve. Shumë respekt për ju. Gjithë mirët që nga ditë pozitive sot, që nga në gjithë me vlerësime, shumë bukur sot. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, zotëri. Përshëndet. Faleminderit, gjithashtu. Ashti, ku me nis, ku me fillu, ku me maru, Shqipëria ta marrën vesh për të një jetën ka maru, kur një shtet mafjes drejtohet nga një mafje globale, se jo ma kombëtare, me një krye hajdut, me një krye kriminal, me një krye mostër, që ky ka me met, në qoftë të ka Lamborghinës, më në përzi, ka me met në ata gamat më të merët botës, me gjithë këta hajdut lëjse, me gjitha këta maskara lëjse, me gjitha këta dhe apepe me argudzimin e del ma fort e prokopën Franca, se atëherë
Spanja, se përkapojnë shqiptarë, Shqipëria që kjo është një mosër globale, kjo do me një globalisht botën, se për veti i ka e nërisht, i ka që u lek me ata qatat e me ata zonat, po unë kam me këtë popull shqiptarë, mërë. Edhe ma moshin për këshiu, këta të protest, ta këfen shoqëri civile atë, ma që parti, jo, po bile shoqëri civile dhe shoqëria civile e mund në partit, ma thot menja, që të këshill kisha me thonë, sot e ki fuqin ti, me ata njerëzit që japin. Kurse sot e shohin dhe shti, Shqipëria është shtetë rëthem, Shqipëria është shtetë policor, me apo si ka zgjidhë do polit, që këta polit, sëmë tjetër atë rogë që janë të e morë dhe mrojnë, ata që ka vjellë njësën e popullit shqiptar, dhe po këta polit, këta milici serbe që një do hamër, njësën edhe smejve të mi, edhe domën e tjetët, për me mërët këtë kriminele, këtë likë që e ka bon Shqipërinë të zenje, edhe këta sënë tjetër jashtë koncër, ata polit, ja u qoshin smejve të tyne, e prëmbe të tyne, koncër ju bon, a janë rronë, ta shuajnë të ashtit që ku ka shku Shqipëria. Mërëhet me polici hajdutit, mërëhet me polici krimineli, mërëhet me polici, pa ka të mërë më të mamër, kur kanë bo shkollën më këta të mërë, këta njëzë mërë. Pa ka mundësi mërë me nëjë parlamenti, në në kotelën që parlamenti do t'jetë parë rrasime që asë, në gjuhën në brumin njërzor, a kovend, quhet kovend, po kush kovendoz? Zizineja, mëra, aja Sara, qata, a kjo ta ulan dënjoja, mëra, apo me bandra zët ku kora Shqipëria, mërë mire, oj mirë Shqipëria, mire Shqipëni, si nuk atu pas kush njëm ty, e ma zi Shqipënia vet, e shqiptarët vet, edhe kaq, unë një porosi kam ta jep, se e di pak e influencën tonë, ta këthejnë më... Nuk e të gjuam do të porosin, na iku porosia. Falenderojmë zotëri për telefonatën, porosin se morëm, presimi tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes për shëndetje. Mirë mëngjes i jeni drejt për drejt. Mirë, është vetë larguar. Presim dikë tjetër. Mirë mëngjesi. Vim të qef kur bën të ashësoja e plera? Qa bënde? Kur sham të ashësoj? Këshahoj. Kur Malkovi, këtë të përcasin. Edhe mua të përcasin? Mirë, presim dikë tjetër. Sonja ka të vetën, për ditë duhet malkoj. Nuk bëhet pos malkoj për ditë, kështu që nuk ka problem. Mirë mëngjes për shëndetje. Mirë mëngjesi, zotni. Për shëndetje, zotri. Brenda 2 minutave, zotni, duhet flas pak për këto çudirat që ndodhin vetëm në vendin tonë. Po. Shikojnë televizionin tuaj, sepse ju ndjekim, edhe pse jeni bërë pak si Seli partie, po prap ju ndjekim, sepse kemi... Po cila parti? Seli e cila parti? Jo, se kjo është akuzën. Po përderisa ju mbani vetëm atë që keni sharë dje, salën, edhe përderisa... Po ne kemi mbajtur vetëm protestën, mërë zotrit. Ose s'na ke parë, ose e bën qëllimisht tani për diversion. Të flas vlaj, 2 minuta... Jo, s'mund të akuzosh, nuk mund të akuzosh, zotrit. S'mund të akuzosh, jo, ajo është akuzë e mirëfillt që bën ti. E di pse të akuzoj, sepse gjithë aksionet e tjerë nuk e japin protestën. Po turp që se japin protestën. Po pse, turpi kujt i ngelet, mua, ty, apo atyre? Atyre. Atëre, më ndigjo. Po jo, më nuk mund të akuzosh ashtu, mërë zotri, se është e rëndë. Protesta është qytetare, protesta është civile, është qytetare, nuk është e lidhur me asnjë parti, dhe ti thua që jeni kthyer Seli. Ndigjo, di pse i quaj Seli, sepse këtu flitet vetëm 10 persona flasin, edhe vetëm flasin Rama, qeveria. Qeveria dhe Rama duhet kishte ikur, sepse unë ja u kam thënë që nuk e kam votuar se kam marrë mundimin, por duke parë se çfarë ka bërë Rama, sepse kam një punë që e predh gjithë Shqipërinë, unë nuk e shaj dot edhe jam penduar që se kam votuar.
sepse këtë votoj, atë që e shkatroj, që e dojgji, që e Zotri, lam nëse e bret gjithë Shqipërinë, a shikon që nuk ka më njerëz në qytete, në fshatra, a e ke parë, a e ke vënë re? Atëre, ju më vjen keq, më vjen keq. Mirë, okej, do përgjigje. Patjetër. Atëre, pra, unë kam parë që ikën, po pse ikin gjithë këta? Ku do punojnë? Çfarë fabrike është bërë? Çfarë është katruar? Po pikërisht më Zotri, komplet politika 36 vjetë është fajtore, këtë po themi, që po thot protesta? Edhe unë nuk po e shaj mërbur, por në televizionin tuaj flasi 10 vetë, themi, edhe të njëjtat muhabete për ditë. Pra, lëri të tjerët të qajnë hallet, si qajnë në protest. Ndërsa këtu del ai Shkodrani që foli tani, se çfarë tha e merr vesh vetë ai. Këtu del Berisha që i duket vetja sikur Shqipërinë jo e ka shkatruar, po e ka ndërtuar nga themelet. Edhe çfarë mos them unë pastaj është bërë si televizion seli partie. Ju faleminderit juve. Mirë Zotri, faleminderit dhe ju për telefonatën. Argumentimi lë për dëshiruar. Gjithsesi, presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje Zotri. Ju uroj gjithë mirat. Faleminderit. Jam solidar me protestën e bravo u qoftë gjithë atyre shqiptarë që janë protestë. Bravo. Edhe ju si staf uroj gjithë mirat. Faleminderit shumë Zotri. Edhe mos e ngjo ato aty mos harxho kohën televizive. Jo, ne i dëgjojmë gjithë, gjithë janë mirë pritur. Dakord, jam edhe unë. Po ata që bëni policia dje dhuna do dhunën. Miru pafshim, kalofshim mirë. Faleminderit Zotri për telefonatën. Kur dhunës i përgjigjesh sërish me dhunë, do sjellësh prap një sistem të dhunshëm. Kjo është ideja. Nëse dhunës i përgjigjesh me paqe, atëherë do sjellësh paqe. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes dhe përshëndetje. Përshëndetje Zotri. Do flasësh sot? Po, do shash gjë, apo do na shash gjë ne? Prit njerë, o Zotri, një sekond. Edhe ta shpëndajsh popullit... Do flasësh, po vetëm një sekond. Na gjë qik. Me një deputet Anadolak. Tani e pare, Zotri, do flasësh, ke kohën tënde. Po duhet kërkosh ndjes për ofendimin që ke bërë. Jo, ai do të futët në burë... Po jo për atë bëj që duash. Ofendimin që na ke bërë neve, o Zotri. Ai do dokumentet të klasifikuar si top sekret. Ai të bëj çfarë të doj. Edhe një minutë lutem, një sekond. Orë do flasësh 2 minuta. Ju të i keni problem se keni 100 milion borë të shtetit më të dirë, pa dhe hidhni të tjetë ju. 100 milion euro i keni borë shtetit. Unë si kam borë gjë skujtë, Zotri. Fashist, miru pafshin. Po pse flet atere këtu? Shikon? Nejse, Zotri, kështu e bëni. Këtë 2 herë që vetëm na merë në shanë, tash i do dhe të flasësh. Edhe pastaj na quan dhe fashist. Gjithsesi, mirë Zotri, presim dikë tjetër. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje miq. Mirëmëngjes Zotri. Je drejt për drejt Zotri. Urdhro. Për sot, jeni televizioni me i pa, me i rregull, me ashtë. Faleminderit shumë Zotri. Shumë faleminderit. Ta ndaj keni me njohje edhe respekt vizioni. Për abu që shkoni e popli gjithë halëzimi, edhe unë socialist të gjonë, për nuk qëmë që me ka pru shpeti këpiti. Pas ke reflektuar? Me taksa, me gjëna, me gjitha. Kemi vujt. U bërë që 13 vjet me rena me palavra. A ne i ka të go. Të kuptova, Zotri. Faleminderit për telefonatën, të uroj gjithë mira, Zotri. Ne do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, i kthehemi sërish pas pak me telefonata tjera në studio. Publicitet. Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e tretë, edhe në këtë pjesë të tretë do të presim telefonatat e publikut për shqetësime, denoncime që doni të bëni që mund t'i adresojmë në 2 emisionet tona investigative, Veting dhe Takfak, News 24, apo thjesht komunikime që doni të ndani me ne. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes dhe përshëndetje. Përshëndetje Zotri. Ja, të mbarë për ju.
Faleminderit gjithashtu. Tu s'ke ku ta njësë shëlla, se këtu në mojnë të telefonate, ta kujtojnë të... Valla, që më duhet mu me ty, se që bo televizion jatë. A kupton ti? Ka që më duhet mu më vla, se mu s'ka... Ti s'po më vjo taksët mu, vla. S'po më vjo taksët mu, ti s'po më vjo... S'po më bona si gjo, vla. Se jeti me të librishtë, se jeti me jeti ramën, që me intereson mu, vla. Mu me intereson qeveria që është atë. Mu me intereson aji kryeministër që taksët i ka të larta. E ke ujtin, ta kapim të ujti. Ujti është 1 metër kub, është 700 lek. Ujti pishëm, ujti përdorshëm. I bjen ujti përdorshëm i 700 i bjen 1400 lek. Tjetra i bjen me pagujt. Çdo qytetar. Kur unë jam palat, unë jam palat, edhe do pozitat i kam poshtë, kam lidhje fare në rjetin që të vi ujti direkt në rjetin që të vi në shtëpi nuk më vjen, më vjen depozit, edhe ai më quhet ujt i përdorshëm, nuk më quhet ujt i pishëm. Kështu që këtë ankesa kam bëhet atje, jo po kështu apo jo kështu po kështu i thashun. Hipi hakun që meriton qytetarit tash, mos më hip në ujin e pishëm ti, ma fut ti mua tash kur unë nuk e përdor ujin e pishëm. S'ke si ma jep ujt e pishëm kur unë nuk e përdor. Tjetra, naftën e ke 1200 lek taksën për litër. Atëherë, çmimet i ke të larta. Ky popull, ku të shkojë ky popull? Me pensionet të ulta po. Me të rroga të ulta po. Të thush e ke 500.000 lek ose 600.000 lek. Pa hajde ma bëjmë llogarit si jetë. Një çift, një familjar sot ka shtëpi me qira. Nuk po flas për në Tiranë, po flas për këtu në Durrës. Tu shkon shtëpia ka 100.000 lek. 300.000 lek shkoj shtëpia. Po llogarit ujë drita, llogarit gjëra të tjera, jo internet, jo telefoni, hajde sot të ngjelit të 600.000 lek shoqë. Sot të ngjelit aty vëzhgohet. Prandaj njerëzit janë ngretur. Unë kam bërë thirrje para shumë vitesh të një televizion të një gazetare nderuar, Eliana Hoxha, edhe e kam ngretur këtë gjë, ngrehem popull pa partimër, ngrehem popull, unë këtë gjëra kam prit. Edhe ma realizoj zoti këtë dëshirë që kisha. Që ne ngrehem për drejtat tona, ma vëlla, ngrehem jetë tjetëri e ishtë, ai mëse ka babën, mëse ka qëmë në drejtore, burë, që del mbron i Tiranën me ka ishtë zjatë. Vetëm të lutem mbyll argumentin që dhe ma pësirë dhe tjera. Oke, shifni realitetin, vëlla, kaq, shifni realitetin. Ju falenderoj. Faleminderit zotëri për telefonatën, presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Përshëndetje zonjë. Përshëndetje të ulpa televizorin. Faleminderit. Kam bërë një gjyq, të më thënë buri, ka bërë gjyq, po tani ka ndërur jetë, edhe ka bërë një gjyq për ndarjen e toka vëllezër mota si që janë to. U bë vendimi i gjykatës vajtë tek kadastra, bëra pagimin për certifikat direkt me vendimin e gjykatës. Po, kjo regjistrim është bërë në 2018 në kadastra. Ata më kthën një përgjigje se i deshi qefi drejtorit që të mos bëhesh certifikat edhe si përfundim vajta ata më thamë për 2 javë do dalin certifikatat si përfundim vajta pas 3 javë 1 muajve ata thanë jo, nuk del certifikatat dhe një gjyq tjetër se kuptoj tani pse po e bëjnë këtë. Vajta te prokurori përsërit e gjykatës, ai më tha ka diskutim. Vendimi i gjykatës është vendim gjykatës, se u bën berat, nga berati vajti vlorë. Vendimi i gjykatës është vërtet zonjë, nëse është i formës prerë, është i padiskutueshëm. Po, i formës prerë, po. Në rast se ka pasur probleme me regjistrimin, ju mund bëni një çelje trashëgimie me familjarët që ka pasur në certifikat familjare bashkëshorti juaj ndjer dhe
duke qenë se juve jeni pjesë e certifikatës familjare dhe kush është tjetër, ndoshta fëmijët tuaj, atëherë mund bëhet regjistrimi në emrin tuaj. Kjo është procedura e vetme që mund bëhet, po mund të shkoni vetëm te një noter, nuk ka nevojë të shkosh në gjykat më, nëse është vendimi i formës prerë, pra ka kaluar nga shkalla e parë, ka marrë vendim formës prerë, shkalla apeli. Edhe nëse është i shkallës parë nuk është kontestuar në gjykat nga pala tjetër. Atëherë shko te noteri dhe mund bëhet me çelje trashëgimie, në rast se ka qenë kjo problematika që ju kanë refuzuar regjistrimin e pronës në rastin e parë vitin 2018. Të dëgjova, vajtat e noterja, nuk e bën noterja. Këto se vajtat që late trashëgimin, i beri këto tjerat, kurse këtë vendimet e gjykatës jo ta smar pjesë të kjo, atë ta zgjidhe vetë, nuk e bëri këtë. Nuk ka punë çfarë të bëjë noterja. Noterja bën vetëm çeljen e trashëgimisë, zonjë. Dhe me dokumentacionin që ju keni, me vendimin e gjykatës, i bie që juve, domethënë ju mund të shkoni për të regjistruar në hipotek vendimin që është marrë për burrin tuaj të ndjerë. Kjo është ajo që mund të bëj, çfarë mund të bëj noterja, edhe vendimi i çeljes trashëgimisë. Po atëherë unë pagova dhe parat në bankë. Atëherë zonjë, duhet shkosh me atë dokument që ke në kadastër, gjithashtu bashkëngjiti edhe vendimin e gjykatës, vendimin e formës prerë dhe çoje kadastrës. Nuk ta pranoj. E ke bërë ti? Se njerë ishtë që në 2018 kjo punë që po brefu unë shumë leka ma gjurë rrugës së sashto. Nuk pranojnë ata, po dhe gjyq tjetër. Po gjyq tjetër s'ke pse bën me zonjë? Po që të thejmë, ashtu më sërlatin. Po kush thot ke marrë, ke kontaktuar me avokat? Dhe avokati kështu ka thënë, kam pyetur dhe një avokat, po mirësa, fundja atë është ule dhe dis, po juristi i kadastrës më ka thënë. Ka dhe në urdhë drejtorit të mos regjistrohet, edhe do bësh gjyq tjetër. Na his ne në gjyq. Kupton? Seriozisht e kam. Më ka thënë direkt kështu. Se burri ishte i paralizuar atëherë, se kam vajtur, se burri tani ka vdekur, kam vajtur qysh në 2018 ka filluar kjo punë. Më duket absurde. Jo, ne vetëm gjë që mund të bëjmë është nëse doni ta bëni rastin tuaj publik. Kaq mund të bëjmë. Kështu nuk vini të pyesni direkt. Zonjë, duhet të dilni të interesojeni ju, pra t'jeni juve pjesë e emisionit, nëse do bëheni, nëse doni, keni dëshirë, dhe pastaj merret emisioni me investigimin, po duhet që t'jeni dhe ju pjesë e emisionit. Do mendohem, po s'më vjen mirë ashtu. E kuptoj, zonjë, po s'ke çaj bën. Je ti që duhet të interesohesh e para, në kuptimin që duhet të angazhohesh, dhe pastaj e marrim ne emisioni veting ose takfak. Por duhet jeni dhe juve pjesë, më kupton? Por e faktesh, kam paguar 50.000 për nxjerr certifikatën në 2018. Të kuptoj, zonjë, dhe më duket absurde tërësisht çfarë po më thua. Sinqerisht, me veprimet që kanë bërë ata. Gjithsesi ne këtu jemi, mund të telefonosh sërish, edhe më thuash. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Turë gjithë mirat, presimi tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje, zotëri, urdhëro. Unë kam vetëm një merak. Po. Se o bërë shumë kohë këtu në Shqipëri, që do men anatemohet, sulmohet, denigrohet, do men policia e shtetit. Këtë ka bërë Partia Socialiste kur ishte në opozit. Këtë bën PD-ja kur është në opozit. Këtë bën i dhe juve aty protest. Ata policë janë bitë popullit shqiptar. Janë baballar dhe nenat fëmijëve shqiptar. Bëjnë detyrën e shtetit. Si ka mundësi marë burri dheut? Si ka mundësi? Po ti i e goxha intelektual, goxha djalë. Si ka mundësi për shembull që në Amerikë të tregohet vendi kur sulmohet policia, në Gjermani po ashtu prap, në Itali po ashtu prap. Është e tmerrshme. O do e gjim dorë në vetë në Po ç'është e tmerrshme, se s'po e kuptoj ç'është e tmerrshme. Ja e tmerrshme që juve të mënë me thirrje polici kriminale, policia hajdute, po pse orë policia është hajdute, policia është kriminale. Shiko zotri, se ju përmendët disa shembuj. Në rast se në Gjermani, në Amerikë protestohet lirisht, nuk mund të merren urdhra për të ndaluar protestën edhe të kapen protestuesit kur janë në rrugë duke ecur apo nëpër skuta. Por gjithsesi, unë mendoj që flas me ty se djalë kurajos.
edhe je intelektual. Ore, për si ose pranoni një gjë të tillë. Një e dyta, ku e gjejnë të drejtën çdo kush që nga Edi Rama, se liberistat duhet të thasin emër të mbështetësve të vet, edhe juve në emër të mbështetësve tuaj, si ju ku e gjeni drejtën ju që flisin në emër të popullit, në emër të kombit. Ç'a bëhet këtu në Shqipëri o burr? Mos flas në emër të popullit as të kombit. Ore, zotri, shko, do të sikur t'jeni syk bashk, do apo të bashk. Dhe unë po t'jap një përgjigje. Kush e jep të drejtën? Mirë ti që je, shko, mirë ti që je një republik. Unë të njoh. Një minutë je publik edhe bravo të qoftë. Po ata të tjerë që s'kan asnjë lidhje, që ju kur i merrin në studio, nuk ju bëni asnjë CV, asnjë tutje, asnjë tu. Edhe del atje i thot, unë thot në emër të popullit, në emër të kombit. Është të mëshme o burr. Unë nuk kam marrë njëri të flas në emër të kombit, zotri, as në emër të popullit. Një dhe e fundit. Ajo protest do të jetë produktive kur të nxjerrë grupin organizator, grupin drejtues, grupin themelues, edhe të krijojë një produkt. Po jo kështu do të kot. Drejtimi është horizontal, drejtimi është horizontal, zotri, drejtuesit janë ata që dalin aty në shesh. Por kemis po njerëzit kanë hallë, por do kalojnë për rrugë. Po edhe, mos ta bllokoj policia rrugën. Po shpengohet, privohet, mirë ti edhe unë mas e kemi drejt bëjmë protestë. Zotri, më vjen keq se ose e keq kuptuar ose e bën qëllimisht. Tani, kush po e ndalon një qytetar të kaloj nga një krah i rrugës George W. Bush krahun tjetër? Po e ndalojnë protestuesit apo e ndalon policia? Policia që del aty dhe bllokon rrugën tërësisht sepse s'kalojnë dot parlamentarët. Kjo është absurdi. Njerëzit që janë zgjedhur nga populli nuk shkojnë dot vend shtetërrethim, mirë që se vend deri në Sauk shtetërrethimin, edhe bllokohet qyteti. Ore, shko, mos i keq informoni publikun edhe mos. Ore, po keq informon ti e zotri, më vjen keq. Jo, unë jo. Jo. Ore, po gjatë të drejtë një grup njerëzit të privojnë të tjerë, jeni interesi apo si? Po e bën policia, mo këtë po themi dhe ne. Ku e gjen policia të drejtën? Ore, policia, unë s'jam policë, mërë zotri, unë s'kam dalu kënd të kaloj rrugën, mo. Edhe një e dyta, o be unë gazetar profesionist, edhe jepni ato gjërat bardhe si, ose jo vetëm si dhe vetëm bardh. Keni koncept gabuar për profesionalizmin, zotri. Kemi koncept, ju keni të drejtë, ju keni të drejtë. Unë në këtë rast mendoj që kam të drejtë, zotri. Mirë, Klevis, vazhdoni se e keni mirë, vazhdoni. Faleminderit për telefonatën. I bini fyllit, i bini, vazhdoni. Nuk i bie fyllit, unë po flas një të drejtë si që konceptoj unë, pra drejta për qarkulluar, për protestuar, janë drejta themelore të njeriut. Dhe ju përmendët rastet e Shtetet Bashkuara të Amerikës, Gjermanisë apo vendeve tjera të avancuara perëndimore, ku mund protestosh lirisht për çfarë do lloji gjëje të duash. Këto janë shembujt e demokracisë që i morët vetë ju. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zotri. Urdhro. Je gazetar i më i shkëlqyer në Republikë. Bo, sa ma keni bërë qefin sot, nuk e di qa pas keni sot. Nuk të qefin, është realiteti. Faleminderit, zotri. Edhe i them këti se ky, o është polit, o ka qenë polit. Ska gjë, detyrë qytetar është dhe jo, ska zgjë të keqe ti është polit. Shumë mirë, krenari ti shërbesh vendit. Dit polita, njeri për koke, për krau, njeri për këmbë, dhe njeri për këmbë këte, futën në makinë. Po pëse, ajo është policia që duha me opust, o kriminellit. Të lutem, jo, vetëm mos shaj njeri. Po jo, më është e tema të kriminellit polit, që përkrau polita, që ashtu është policia, që ta përkrau në policinë. Unë policinë e përkrau kër e godet tjore, kër e godet a tjetri, e kja të pëse e godet policinë. Jo të më godas policinë, ma të me i zbara e përkem e përduar. Ajo është policia e krimit, pura policia e krimit, pura maskaren, pura e tukës për të kriminellit, pura patronazhist e qelbur. I të me këti kryeministri. Ka plot efektiv policie që janë shembull për të ndjekur, sinqerisht. Kështu që nuk mund t'i kategorizosh gjithë në një Po them pra ta që zonë atë, për kene për koke. Pa ka policie të ndërshëm, që ati e punë e ta ka polici, për shile që beri. I theme dhe këti paloshi për gjatë, mos përmendë qorat, se ne qemi qora, pa jemi pëllumba, të shikoj ata horat e parlamentit, ata të përdalet, ata të bordeleve, ata të qikoj që marrin grata njëri tjetrit, se ne nuk jemi ora pa jemi pëllumba e që pëllumba me ju në balë jemi, se në hajmë unë e këtë ministri me gjitha ta, pa të rasist e kriminella që ka të falemderit. Falemderit zotri për telefonatën, presim i tjetër telefonat, ju lutem mini korrekt, etikisht. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje zotri.
Shërë që më ka, pasu bëjë 3 vjetë që i bje. Për shteti të shumë pas, ke 3 vjetë, unë do isha dorëzuar. Urdhëro, më thuaj. Me gjithë respektin e stacionit që keni, për disa dalin gjithë për ditë se unik me kresi. Këtë drejtë. Edhe kemë bërë thirrje. Po qetëri e pa flasun. Jo, jeni juve drejt për drejt, zotri. Jo, unë s'po merën vesh, tjetër më del atje tjetër këtu. Jo, na dëgjoj vetëm nga telefoni sepse në televizor interferon, zotri, është me 3-4 sekonda vonesë. Mirë, okej, ja pa e mbyll fara. Jo, mos e mbyll, më prit, dale, thuaje. Apo do mbyllësh televizorin? Po në televizorin... Ha mërë burse në ngrive gjabën. Po të gjojmë. Po, më thuaj tani. Pika e paru e zaurua, ke të drejt këtu. Tjetër. Me gjithë ta që dalin, se po u po këtu se me patronologjisë. Duke se dhe ju mere me patronologjisë, që u vinë edhe shtajnë e ofendoj. Jemi më shërtyre dhe i kuptojmë se se janë situatën. Të kuptoj. Më kuptojmë, për sa është për knajësin, po anda për knajësin e gjithë njëzëve që vuajnë në këtë sistem. Sa është për politike, asë njërë të asirit, dalin e vërteta, dhe këtë popull ka përdojtë me shekve. Shpresojmë që mos të vuaj më, zotri. Bolë kemi vuajtur, qa? E kuptojmë të ti dhe unë këtë, dhe ta për vuajnë, me këtë formë të ka marë. Me gjithë të falenderit, po vetëm ka, është knajësi që me zdiu kapën. Shumë falenderit dhe ju, zotri, për telefonatën, gjithë mirat. Presim i tjetër telefonat në studio. Mirë mëngjes për shëndetje. Mirdita. Mirdita, zotri. Më bëhet qefi që po flas me juve. Falemderit. E di që nuk zgjidhim gjë, por vetëm ajo gjë që kam shpresë është që njerëzit që dëgjojnë ngrihen, sepse neve duhet vrasim frikën. Mua më vjen keq që nuk ka marrë pjesë në demonstrata dhe kërkoj falje 1 milion herë që këtu. Po pse s'ke marrë pjesë? Por sepse nuk e kam pasur mundësit. Por neve e dim shumë mirë se çfarë ndodh në Shqipëri. Në momentin që ti organizojë diku, kjo qeveri, ky shtet, nuk merret me problemin, po merret me ty personalisht, merret me familjarët e tu, se ku punojnë, ku s'punojnë, merren me cenat e tua, është një lloj si më keq se në komunizëm. Edhe administrata e kësaj qeverie nuk merret pastaj duke hequr nga puna po këto, po të dërgojnë ato të fortët e lagjes apo të qytetit që merren me ty, edhe me kërcënime, edhe me shumë gjëra tjera. Edhe ato që kanë dalë atje janë heroj. Dhe kemi edhe 200 parti të tjera ore që kanë dalë atje. Kjo është Shqipëria. Po është problemi se kanë dalë edhe parti të tjera atje. Të kuptova. Gjithë shqiptar jemi. Po, jemi gjithë shqiptar. Në këtë diell, në këtë rrugë jesim të gjithë. Shumë e drejtë. Është mundur që një njeri i tillë, që është kryeministri jon, duhet të fundojmë gjithë të njerëz pa dhënë një llogari. Jo se s'ka rëndësi zbërnesi, po zbërnesi është bërë gjithë Shqipëria. Mu më vjen keq se si dalin akoma disa njerëz, edhe kundërshtojnë. E pranoj dhe faktin që por e duan edhe atë kryeministër. Disa kanë dhe interesa dhe do ta mbrojnë. Unë edhe të tjerë çfarë kemi? E kuptova. Unë të falenderoj shumë për telefonatën, edhe të uroj gjithë mirat. Falenderit edhe për mesazhin që ndave me ne. Nuk e di nëse kemi kohë të presim i tjetër telefonat apo duhet ta mbyllim. E mbyllim. Shkëputemi për një hapësirë publicitare, rikthehemi sërish pas pak.
Rikthehemi në studio, jemi tani në pjesën e 4 dhe të fundit. Do të shohim shkurtimisht motin për ditën e sotme, por edhe ditën në vijim, gjithashtu edhe trafikun deri në këto momente në kryeqytet. Nisim fillimisht me motin. Sot do të kemi një rikthim të temperaturave dhe motit të nxehtë. Pas 2-3 ditësh që patëm një luhatje dhe një rënje të konsiderueshme të temperaturave, sot do të kemi një rikthim të motit me diell dhe temperaturave të larta, duke pasur një rritje me 4 gradë në vlerën maksimale në krahasim me ditën e djeshme, me temperatura që do të arrijnë deri në 36-37 gradë Celsius sipas platformës ndërkombëtare të parashikimit të motit AccuWeather. Ndërkohë, sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, do të kemi temperatura më të ulta sipas shërbimit meteorologjik ushtarak. Do të shkojë deri në 34-35 gradë Celsius temperatura në kryeqytet sot. I shohim me radhë qytetet. Sot është e martë, 28 Korrik, Elbasani 18-34, Berati 17-37, Fieri 20-34, Korça 17-30, Gjirokastra 15-34, Vlora 22-32 dhe Saranda 21 gradë në vlerën minimale, 33 gradë në vlerën maksimale. Bajramcuri 14-29, Kuksi 18-30, Peshkopia 14-30, Shkodra 21-32, Lezhë 22-32, Durrësi 22-32 dhe Tirana 21 gradë në vlerën minimale, 34 gradë në vlerën maksimale sipas parashikimit bërë nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Siç e tham, sipas parashikimit bërë nga AccuWeather, temperaturat në kryeqytet mund të shkojnë edhe më shumë deri në 36 gradë Celsius. Gjithsesi, e sigurt është që temperaturat e larta janë rikthyer dhe temperatura më e lartë që pritet regjistrohet gjatë ditës sotme do të jetë në orën 14 dhe 15, pra dreka do të jetë sërish me temperaturat larta. Temperaturat do të vijojnë të tilla deri në orën 19, ku pas orës 19 do të kemi një rënje të tyre poshtë 30 gradëshit. Kështu që deri në orën 19 do të jetë vap e madhe, duke nisur që nga ora 10 e ditës sotme, ku do të kaloj vlera e 30 gradëve e deri rreth orës 19. Situata do të jetë e njëjtë pritet edhe ditën e nesërme, pak a shumë do të jemi në të njëjtat kushte atmosferike, ndërkohë që gradualisht do të fillojë rritja e temperaturave nga nesër me 1 gradë Celsius në vlerën minimale e më pas do të fillojë edhe në vlerat maksimale, ku kulmi do të arrijë në fundjavë me temperatura që do të arrijnë deri në 39-40 gradë Celsius gjatë fundjavës, kështu që merrni masat, por gjatë mesjavës do të jemi edhe gjatë mesjavës do të jemi prapë me temperaturat larta 38 gradë Celsius. Kështu që duhet që moshat delikate të kemë parasysh që mos dalin në oraret e pikut. Ky ishte parashikimi i motit për sot. Do të shohim shkurtimisht tani edhe trafikun deri në këtë moment në kryeqytet si paraqitet. Sot është dita e martë, aktiviteti institucional vijon, donse i cunguar, duke qenë se universitetet dhe shkollat janë të mbyllura, gjithashtu edhe një pjesë e mirë administratës kanë marrë pushimet e verës, kështu që shohim si paraqitet trafiku. Deri në këto momente Tirana duket jeshile, dominon ngjyra jeshile, shumë pak ka ngjyrë të kuqe, vetëm nëpër semafor gjatë unazës vogël edhe pak trafik në rrugën që të çon drejt fabrikës mjellit nga kthesa Ysberishtit. Ndërkohë që pjesa tjetër duket në rregull me shumë pak trafik, madje edhe hyrje-daljet e Unazës, qoftë në liçenin artificial, që është një nga pikat që bllokohet më shpesh, apo edhe hyrje-daljet në Selit, në Unazën e Madhe, në dy asenset, nuk kanë trafik. Kështu që duket shumë në rregull kryeqyteti në këto kushte. Jemi në fund të muajit korrik, kështu që pritej që të kishte një mungesë trafiku edhe një liri në qarkullim për shkak të rënies ndjeshme të fluksit mjeteve. Ka vetëm pak trafik në hyrjen veri perëndimore të kryeqytetit, nga zona e Treshit në drejtim të nënkalimit Kamzës, pak trafik paralelisht me terminalin e ri të autobusëve që është bërë deri tek nënkalimi i Kamzës. Kaq trafika aty, jo në një gjë jashtëzakonshme, gjithashtu pak trafik edhe nga kilometri 3-4 deri tek kthesa e Rinasit, ku për shkak ngushtimit të rrugës që ka aty, nga 3 kursi në 2 për sens lëvizje, krijohet gjithë një trafik dhe për shkak edhe të punimeve në rrugë që janë bërë, është ndryshuar edhe degëzimi që të nxirrte për në Rinas, është bërë një degëzim më i ngushtë për shkak punimeve që po bëhen në rrugë. Kështu që edhe aty ka pak trafik, gjithashtu edhe pranë kthesës së Laknasit ka pak trafik
nga nisja e fshatit Bërzull deri te kthesa e dytë e Laknasit ka pak trafik, por jo në gjë e jashtëzakonshme. Mund të lëvizni lirisht me makinë ditën e sotme, sepse trafiku është tërësisht i lirë. Ne me trafikun e mbyllim këtu, koha për të zgjuar për ditën e sotme, do të rikthehemi sërish nesër në orën 7:00. Deri atëherë, kaloni sa më bukur.